Përshëndetje të gjithëve, mirë se ju gjej që të gjithë. Përfundimisht vendosa të rikthehem, natyrisht ka kaluar një kohë gjatë që kur kam qenë ulur për herë të fundit në një studio si kjo, me ca kamera si këto, me një sfond si ky, dhe nuk mund ta fshet dot nostalgjinë që ndjej dhe kënaqësinë që kam. Shiko, që të jemi sinqert, që mos ta nisim duke mashtruar njëri tjetrin që në fillim, le ta bëjmë gjatë rrugës, po jo që në fillim. Nuk ishte marrë malli fare, po qa di bëj që duhet me ushqy kalamaj të cilët për fatkeqësinë time dhe natyrisht edhe gjithë prindërve, edhe pas kaq vitesh evolucion ende nuk ushqen me gjethe pemësh, po duan ushqim nga ai që shitet me lek në supermarket. Për këtë arsye s'kisha qa bëja dhe u detyrova që të kthehem. Po do pyesni ju, çfarë bëre gjatë gjithë kësaj kohe? Siç mund ta keni vënë re, shumë prej jush gjatë kësaj kohe kam qenë goxha i angazhuar me politikë, natyrisht. Që prej herës së fundit që kemi qenë së bashku në një hapësirë televizive kam marrë pjesë në 3 gara elektorale. 2 herë kandidova për deputet dhe 1 herë për këshilltar bashkiak. Do pyesni ju, a fitove? Patjetër shiko se të fituarit është një koncept relativ, Nuk ka një definicion të qartë, me kufi gjeometrik të përcaktuar qartë, etj, por që t'jemi sinqert, kështu mandate, kështu gjërash nuk fitova, po fitova gjëra të tjera. Gjëra jo materiale, gjëra spirituale, fitova dije, fitova mençuri. Fitova për shembull eksperiencë në menaxhim krizash brenda koalicioneve. Mësova një mënyrë se si nuk duhen menaxhuar krizat brenda një formacioni politik, që ky formacion mos hitet në erë, apo si duhen ndërtuar marrëdhëniet me qëllim që ato të jenë sa më solide, të rezistojnë korave, që të rezistojnë dhe stuhive më të fuqishme politike, për shembull si SPAK. Gjithsesi, boll folën për mua se është momenti që t'i kthehemi punës. Momenti që të fillojmë të merremi me personazhe dhe fakte që të kuptojmë më mirë dhe më drejt gjithçka ndodh te kjo nahia jon këtu. Dhe natyrisht, kush më ka ndjekur, e di. Natyrisht, ata që më kanë ndjekur po edhe ata që më kanë ndjekur sporadikisht, e din dhe e kanë parë se kush është pika ime e dobët. Nuk kam ndryshuar. Vazhdon të jetë po ai. Dhe përpos gjithë zullumeve që ka bërë për gjatë gjithë kësaj kohe, natyrisht unë s'mund të ndalen dot të gjitha, sepse zullumet kanë qenë kaq të mëdha, saqë e kam pak të vështirë, por do të fokusohesha thjesht tek dalja që bëri kryeministri përpara gazetarëve për të na shpjeguar gjëre gjatë pozicionin e tij në lidhje me zhvillimet më të fundit në dialektikën e marrëdhënieve të ekipit të tij dhe ekipit të SPAK. Dhe aty nuk ja bëri syri tër për mbrojtje me gjithë bateritë e veta intelektuale dhe oratoreske, gjithë punën e bërë nga bashkëpunëtorët e vetë të cilët sot janë pjesë e statistikave të SPAK. Pavarësisht se hipokrizia e sjelljes korrekte politike kërkon që të paktën publikisht, çdo kryeministër, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, të thotë to fjali standarde, me paketim tetrapake. Keni parasysh to, ne mbështesim drejtësinë dhe jemi të hapur ta mbështesim në çdo hap, pavarësisht emrit apo pozicionit të personit, për të zbardhur çdo të vërtet për publikun e tërë si e vërci. Kryeministri jon nuk ju kruaj sqetlla hiç për politesë dhe vendosi që të bëj proletarin e vërtet duke dalë me gjoks në mbrojtje të shokëve, në këtë rast të shoqeve të veta të hallit. Halli madh që i kishte mbledhur dhe mezi prisni një ta nxirte nga Xhani, se me aq pasion dhe me emocion foli për të, duke sikur ishte ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj, të cilën na e paraqiti si një version modern i Lenka Çukos. Natyrisht me një sakrificë më sublime se zonja Lenka, por që për nga trajtesa dhe qëndrimi politik ishte po një lloj. Dhe ajo që bëri më shumë për shtypje publikut ishte momenti kur foli për sakrificën që Linda kishte bërë vetëm që t'i shërbente Abdeut si drejtoresha e Akshit. Si lokomotiva që do ta udhëhiqte Abdeun drejt terreneve të panjohura të zhvillimit të shekullit të 21. Dëgjojeni. Në krye të skuadrës Akshit është një grua që ka respektin tim të padiskutueshëm.
Linda Karçanaj, e cila sot është mas sigurie në një shtëpi me qera ku jeton, pasi ka jetuar deri pak vite më parë në shtëpinë që dikur ishte e prindërve në një apartament kohës komunizmit. Natyrisht këmë duhet ta di më mirë këtë muhabet, se patjetër që duhet këtë folë me ta. Megjithse më duket pak e si e çuditshme, se në çfarë thana, për shembull, lind muhabeti i shtëpisë së lindës. Domethënë si ka ndodhur kryeministri që e ka pyetur lindën, më fal, po ti shtëpinë ku e ke? Dhe kjo i ka thënë që zoti kryeministër, unë nuk kam shtëpi, unë jetoj me qira. Gjithsesi, sepse s'kemi pse e mendojmë ka gjatë, patjetër që kryeministri ka informacion dhe i di kushtet e jetës së varësive të vet. Se ai ka informacion patjetër se ka gjithë aparatin shtetëror, e kuptoni? Ka shumë impakt bëri deklarata e kryeministrit sa që rjeti në atë moment shpërtheu. Shpërtheu. Faqja e famshme, Bryli Broadway, madje shkoi edhe më tej. Ata propozuan që për ish drejtoreshën e Akshit, për gjithë kontributin dhe sakrificën që ajo kishte dhënë për Abdeun, të çelte një GoFund. Pra, nga këto faqet që dhurohet, një llogari donacioni, ku të gjithë të prekurit nga historia e trishtë e Milindës të kishin mundësi të dhuronin diçka. Si t'ju lejnë zemër, e keni parasysh, me qëllim për t'i siguruar drejtoreshës një shtëpi që edhe ajo të kalojë arrestin e shtëpisë si gjithë rob normal, të shtëpia e vet. Mos rri me hallin tani, jo si do paguaj qiran, jo se do më prishi kontratën Qeraxhiu, se s'kam ku të shkoj, etj. Jo se nuk është për të qeshur. Shiko, le të jemi më serioz. Të lutem, do të jemi më serioz, ju lutem. Shiko se tjetra ka punuar gjithë jetën, ka menaxhuar gjithë një 1 miliard euro buxhet, ka shpërndar një 500 milion euro tendra dhe është pa shtëpi. Për vete tani dhe ju e kuptoni këtë gjën, kështu që nuk duhet të qeshni. E patë se si i dridhej mjekra kryeministrit, me shumë respekt. Edhe juve, do të keni më shumë respekt për njerëzit e punës, ju lutem, sepse tjetra po sakrifikon tani, ju e kuptoni të gjithë vetë. Gjithsesi ecim. Natyrisht që kërkesa që pash te Bryli nuk mund të them se më kaloi pa prekur dhe mua. Dhe të jemi sinqert, Thumata dhe njëherë të hyja tek ajo faqja e dhurimeve aty dhe të kontribuoja dhe unë. Po seç kishte një gjë që s'ma lejonte dorën që ta shtypja ato numrat e kartës. Shiko, se unë jam nga Gjirokastra, ha? Ne natyrisht mund na e të hapur nami si kursimtar apo kurnaca apo ku di unë, po kur na mbushet mendja, e shpërthejmë fare, ne prishim 2.000 lekëshin pa na u dritë dora fare, shumë dhap. Shiko se e kam seriozisht. Se që ishte diçka që më pengonte dhe nuk ishte prej faktit që përmenda pak më lartë, që jam nga Gjirokastra, po thash me vete, pano, mos haro shprehjen e urtë Gjirokastrite, matu 9 herë dhe paguaj 1 herë. Dhe vendosa të interesohem një herë, shoha, është e vërtet ajo që thotë këmë që Milinda qenë ka pa shtëpi? Vendosa të përdor gjithë kredencialet e mia si gazetar dhe figurë publike për të marrë informacion mbi faktin që vërtet Milinda s'ka shtëpi. Dhe për këtë ju drejtova Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Natyrisht, situata me informacione të tilla në të tilla institucione për të tillë personazhe që pushteti ka kaq shumë xham, nuk është e lehtë që të marrësh, ëh. Po le të themi që pas një përpjekje titanike nga ana ime dhe duke zënë beru fe që këto materiale nuk i dua për spak se mua më ka dalë dhe nami molla, po i dua që të qetësoj shpirtin tim që nuk i dhurova asgjë një njeriu që ka kaq shumë nevojë për shtëpi, më në fund informacionet më erdhën. Dhe gjeni çfarë? Unë kisha të drejtë. Domethënë, instikti im që mos jepi asnjë lek ishte i saktë. Se zonja në fjalë, që i ka pa shtëpi. Madje i ka një 5 prona.
Ja, si që shikoni dhe të kjo fotoja me të dhënat e siguruam nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Milinda Karçanaj, që ne i qajmë kaj shumë hallin, ka 5 prona të regjistruara në hipotek në emrin e saj, nga të cilat 2 janë shtëpi. Ka një apartament në Qeret dhe një godin 3 kat, në një godin 3 katëshe që e ka në pronësi me bashkëshortin dhe ka dhe një shtëpi tjetër në Tiranë, e cila vlerën në vitin 2016 e ka pasur rreth 110.000 euro, me çmimet e atëhershme dhe me kursin e atëhershëm. Dhe që me çmimet sot dhe me kursin sot në 2026 tjetë të paktën 250.000 euro. Tani unë e di që për standardin e kryeministit dhe standardin e qeverisë së tij të pasurit vetëm të një shtëpie në Tiranë me vlerë 250.000 euro dhe të një shtëpie në plazh në Qeret, ore, se qa më kujton ky Qereti? E pra se që po më ngatrojë në përmend se ku e kisha dëgjuar të Qeretin edhe më parë. Por si që po thoja, unë e di që me standardin aktual të pushtetarit në Shqipëri të pasurit të një shtëpie 250.000 euro në Tiranë dhe një shtëpie në plazh e të kesh dhe një 3 toka, në fakt, quhesh pa shtëpi. Pa pronë fare. Do me thënë zëre se s'ke asgjë dhe je në pikë të hallit. Po kjo s'do të thotë që ne duhet t'japim lek në gofan. Prandaj ka vendosur që t'i bëj një thirrje Brylit që ta mbylli atë faqen e gofant për Milindën, sepse zonja nuk plotson kriteret se ka shtëpie, ç'a shtëpie? Qerek milioni euro. Dhe ka dhe një në plazh, në Qeret, komshi me Lalierin dhe me Endri Fukën. Dhe kujdes, po të them këto që ka me letra, se kush e di ç'bëhet, po t'i futesh punës si spaku. Kush e di sa gjë në për vlezër, motra, çuna dajash, goca hallash, komshi, dashamirës, etj. Imagjino tani. Çuni hallës që sapo ka mbushur 20 vjet dhe fut akoma gishtat të hund, që ka 4 shtëpi në Tërmi, 2 Tirana Hedhun, 1 katë downtown Tirana, 2 apartamente në Vjenë, 1 në Barcelonë, 1 në Zyri. E imagjinon ti? Se me këto letra që nxjes pak her pas here, se që na kam parë syt, një zot e di. Dhe se shto trama, se Rama e quan veten që po spatën varcit e vet minimalisht një 5 shtëpi për çdo kokë robi që ka në shtëpi, të regjistruar në kadastër, të regjistruar në kadastër, i fut te fondi bashkisë për familjet e pastrea, se i quan se i prishin mesatarin e grupit, e kuptove? Kështu që Brylo, mbyll atë gofan, the mund se edhe për atë punën e makinës që është pa makinë, le të mos ja qajmë hallin, the mund se edhe për atë punën e makinës që është pa makinë, le të mos ja qajmë hallin. Kështu the mund se kur ishte në punë, përdorte makinën e punës, të shtetit. Edhe tani që është në arrest shtëpie, për ato lëvizje që i duhet për të lëvizur, përdorën makinat e shtetit. Kështu që s'ka hall, prandaj po të them. Gjithsesi, se jeta personale dhe pronat dhe shtëpitë e Milindës tani janë në dorë të spakut. Ajo që na mbetet ne si popull, është produkti i punës që ajo ka bërë me ato paratë e harxhuara. Dhe pavarësisht të gjithave, pavarësisht rreth 1 miliard eurove që kemi harxhuar ne në të ashtu quajturin revolucionit teknologjik, ne sot jemi dëshmitar se si po heqim të zitë e ullirit me Albanian, që është bërë më keq se uskjefësi Tiranës, që punon vetëm 2 orë në ditë, 1 orë paradite dhe 1 orë mbas dite. Besoj se edhe KM e ndan këtë shqetësim, Zoti kryeminist, çfarë mendimi keni ju për punën e Akshit? Shqipëria e i Albanias që i ka kursyer shqiptarëve sipas një konsulenti ndërkombëtar që ne morëm disa kohë parë për të bërë një audit të rezultateve, një radhë të gjatë sa 22.000 rrotullime rreth tokës. Si 22.000 rrotullime rreth tokës? Shikon, mendo dhe një herë. Mendo. Merë frymë thellë. Mos unë zito, dhe një herë, sa ishte radha dhe një herë? 22.000 rrotullime rreth tokës.
se shumë e gjatë I bie të ketë qenë kjo radha, më duket shumë e gjatë. Shiko, më duhet të patjetër të ulen të bica llogaritse, mu çorientua makina llogaritse. Shiko, kryeministri thot që Mirlinda dhe ekipi I saj të Akshi na ka shpëtuar nga një radhë gjatë sa 22.000 rrotullime rreth tokës. Tani toka e ka diametrin rreth 40.000 kilometra. I bie që radha e Akshit të ketë qenë 22.000 rrotullime rreth këtij 40.000 kilometrishit, që është diametri I tokës, pra që është një rrotullim. I bie që radha të ketë qenë gjatë 880 milion kilometra. Tani, në radhë njerëzit nuk është se rinë gjithë e gjithë, se i Covid është. Pra, ata mbajnë një farë distance, që zakonisht shkon në gati, le themi, gjysmë metri, jemi dakord? Pra, personi nga personi. Që I bie të jenë 2 veta në çdo metër. Që me llogari I bie që në çdo kilometër të radhës, të jenë 2.000 persona. Tani, duke qenë se radha që KM thot, se I bie rrotull tokës 22.000 herë, është e gjatë 880 milion kilometra, atëherë I bie që Akshi, të ketë shpëtuar nga radhët plot 1.76 trilion njerëz. Pra kujdes, 1.76 trilion njerëz, ose 1.760 miliard njerëz. Tani, se kjo është e bukur shumë. Kjo, që nga njeriu I parë që eci në këtë planet, ande nga stepat e Afrikës, a ku di unë, e deri më sot, shkencëtarët llogarisin që në tokë ti kenë jetuar gjithsej rreth 100 miliard njerëz. Sot për shembull në tokë jetojnë diku te 8.3 miliard, por që nga fillimi I njerëzimit kanë jetuar rreth 100 miliard njerëz në total. Pra, me llogaritë e kryeministit I bie që Akshi të ketë shpëtuar nga radhët gjithë njerëzimin, jo një herë, jo 2 herë, po plot 17 herë dhe me ca bishta. Gjithë njerëzimin, pra I bie që Akshi, që pa Akshin në këtë rast, gjithë njerëzit e kësaj toke, që nga Ramsesi I parë I Egjiptit, faraoni, e deri tek Donald Trumpi, sot do kishin ndenjur plot 17 herë në radhë të gjata. Wow. Goxha është me thënë të drejtën, goxha. Vallai shumë. Natyrisht që me këto shifra I bie që Mirlinda dhe Akshi të kenë dhënë një kontribut, jo vetëm për Shqipërinë, po për gjithë racën njerëzore. Imagjino, ka shpëtuar nga radhët plot 17 herë çdo njeri që ka jetuar në këtë planet. Kontributi I jashtëzakonshëm. Se imagjino për shembull, po mos kishte qenë për Akshin, që hoqi radhët, Leonardo da Vinci mund mos ta kishte pikturuar fare Mona Lisën. Jo, Leonardo, të lutem, a mund ta pikturosh pikturën tënde më të famshme të historisë së njerëzimit? Ja. S'mundem se sot kam radhën e Akshit. Më kam mbetë edhe 8 radhët e fundit, çfarë I bëj? S'na I hoqi njëri këto radhët që të shpëtonin. Dhe njerëzimi mund të kishte mbetur pa Mona Lisën fare, apo Isaac Newtoni për shembull. Po të mos kishte qenë Mirlinda, të kishte heqë radhët, Newtonit mund mos I kishte rënë molla në tokë fare. Natyrisht se do ishte aty te radha e Akshit, se aty s'ka mollë aty. S'do merrte ndonjëherë vesh ç'është graviteti. Zoti Newtona, mund na thuar pse bie molla, bo. S'më ka rënë ndonjëherë në kokë kjo pyetje. Po tani po vdesi lumtur se I mbarova radhën e Akshit të 17. Apo imagjino, që po mos kishte qenë Mirlinda, që kishte hequr radhët e Akshit, Zoti Baram, nesër do të zërim për sikon kjo nesër s'mundem. Se jam në radhë të Akshi, jam për herë të 32, kam betur dhe 20 të fundit. Po si për herë të 32, si të kam betur dhe 29 të fundit. Ato 17 herë janë gjithsej. Më falë se unë gatrova, më kam betur dhe 28. Do kishim betur pa president fare.
Se ky është dhe një njeri i mirë i shkreti. Do kishte bërë dhe radhë të gjithë fisit e të komshinve. Megjithatë unë jam i prirur ta shoh monedhën e historisë nga të dy anët. Heqja e radhëve nga ana e Akshit mund të ketë qenë edhe ajo me një impakt negativ në rrjetin e historisë. Ndoshta, bota dhe historia do të kishin qenë më mirë sikur Milinda dhe Akshi mos kishin punuar aq mirë, ti kishin lënë radhët për shembull, ha? Sepse imagjino për shembull nëse Milinda nuk do të kishte zhdukur radhët e Akshit. Ndoshta do të kishim shpëtuar nga një keqe e madhe. Ha? Herr Hitler, a shkojmë nesër të pushtojmë Poloninë? Nein, nicht gefunden, 1, 2, Polizei, Bastian Schweinsteiger, Akshi, Milinda. Do e kishim lënë këtë burri në radhë aty, s'do kishte bërë atë që bëri. Apo nëse Milinda nuk do të kishte zhdukur radhët e Akshit, do kishim shpëtuar ne si komë. Ha? Ti shoku Qemal kur e ke radhën e Akshit? Unë e kam nesër shoku Ember. Po ti shoku Vasil? Unë e kam nesër dhe të djelë shoku Ember. Më kam bet dhe 11 radhë. Pra, zbet njeri për datën 8, se unë vetëm atë datë kam të lirë, se kam ja 4 radhë vjetë. E po mire lëmë, se themelojmë fare partinë. Duhet me shku të radhë të Akshit, s'kemi qatë i bëjë. Pra ndaj themë, do kishim shpëtuar nga ta gjërat e këqija. Gjithsesi, ajo që ndodhi. Ne duhet ta shohim gjën pozitivisht dhe t'i themi faleminderit Milindës dhe Gysit dhe Ermalit, që janë skuadra e Akshit, që na lehtësuan jetën me heqjen e radhëve. Faleminderit. Halal ato qindra milionë të eurove të taksave të vendit më të varfër të Europës, vetëm inshallah si keni çuar andej nga Dubai, se ka filluar të bëj shumë vap andej nga linja e mesme, kështu që me kujdes. Tani, kaq për këtë pjesë, se na doli rryli fyti duke folur për Milindën e fondit pas treve dhe radhëve të shpëtuara, sa të pi gotuj shoku juaj, shkojmë në publicitet dhe kthehemi pas pak. Prap me një nga këto biba dhe qeverisë që del dhe thot pa jo dritë qerpikun mes parlamentit që ne spyetëm për ligjin për e bëma veshjen siç na deshi kokra e qelit. Pas pak.